Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi te Kosova dhe Serbia. Do diskutojmë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kam të ftuar ditën e sotme pikërisht për këto zhvillime zotin Blerim Canaj. Zoti Canaj, ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje. Zoti Canaj, nisim me dialogun, pra në kushtet kur dialogu tashmë ka prodhuar më shumë deklarata se sa nënshkrime konkrete, ashtu si e din, lind këtu edhe dilema nëse kërkesa e Kurtit për nënshkrimin formal të marrëveshjes bazike është tashmë e realizueshme. Si e shihni, sa realiste është kjo kërkesë, duke njohur këtu edhe qëndrimin aktual të Serbisë? Unë mendoj që duhet disa çështje thelbësore që të kenë parasysh që Serbia të nënshkruajë diçka me Kosovën. Dhe një nga ato është që edhe më tutje Serbia Kosovën në preambulën e saj kushtetuese e mban si pjesë të saj. Dhe natyrisht pastaj që secili lider në Serbi do të hezitoj që të nënshkruaj diçka, për shkak se do të merrej si një nënshkrim në mes të dy shteteve dhe ndoshta po them mund të ishte vetvrasje politike për secilin lider serb. Duhet ta kemi parasysh edhe një fakt që kam përshtypjen që kjo çështja dhe tema e nënshkrimit nga ana e zotit Kurti po përdoret edhe goxha mirë si një farë loje për ta bindur qytetarin apo duke përpjekur ta bind qytetarin që në fakt nuk është arritur kush e di se çka në Bruksel, por shkak se të gjithë e dim që në marrëdhëniet ndërkombëtare zotimi është në një farë forme nënshkrim. Andaj këtu edhe është çështja pse është edhe presioni nga bashkësia ndërkombëtare që faktikisht Kosova dhe Serbia të merren me implementimin e zotimeve të cilat i kanë dhënë në Bruksel. Për këtë arsye kemi pastaj edhe aneksin e Ohrit dhe tani jemi këtu ku jemi. Zoti Canaj, nga ana tjetër, pas zgjedhjeve, Kurti thekson se Kosova tashmë ka hyrë në dialog me legjitimitet të ri demokratik që sipas tij garanton stabilitet dhe parashikueshmëri. A e përmirëson realisht ky legjitimitet pozitën negociuese të Kosovës në Bruksel? Mendoj që pozita negociuese të Kosovës në Bruksel e përmirëson vetësjellja e Kosovës. Për shkak se legjitimitetin zoti Kurti e ka pasur edhe më herët, nuk është hera e vetme ku zoti Kurti ka legjitimitetin mbi 50%. Edhe herën e kaluar e ka pasur të njëjtin, mirë po kemi arritur ku kemi arritur, madje kemi përjetuar edhe sanksione. Kështu që mendoj që sjellja politike e Kurtit është goxha e rëndësishme që pastaj të shohim se si po avancohemi, nëse avancohemi në arenën ndërkombëtare, por legitimiteti thjesht e argumenton me bindje që ky është fituesi i zgjedhjeve dhe ky mund t'ju prij proceseve. Bashkimi Evropian, zoti Canaj, mbetet ndërmjetës kryesor i dialogut, por shpesh është kritikuar për mungesë presioni ndaj të dyja palëve. A ka realisht tashmë vullnet Brukseli ta detyrojë Serbinë drejt nënshkrimit dhe zbatimit të marrëveshjes? Unë mendoj që tani në këto ndryshimet gjeopolitike ku porzohet rendi i vjetër dhe faktikisht ka filluar të ndërtohet një rend i ri, spari duhet ta shohim ne se si qëndrojnë raportet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në mënyrë që pastaj të kemi një farë parashikimi se si do të vejë edhe dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mendoj që roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jetë tani më kyç, për shkak se nga përvoja e dim që gjithmonë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur një rol të rëndësishëm, gjithmonë është arritur edhe një përfundim dhe nuk ka qëndruar gjithmonë një situatë në një status quo asgjat. Kështu që mendoj që shumë do të mvaret tani këtë herë do të mvaret edhe ajo se çfarë rendi po ndërtojmë, ku qëndron Kosova në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ku qëndron Kosova në raport me Bashkimin Evropian. Por në këtë kontekst mendoj që momentalisht për neve të jetë rëndësishme janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shihni sot, zoti Canaj, raportin e Kosovës me SBA?
Po t'ju them të drejtën, në aspektin ushtarak të mirë, absolutisht. Në aspektin diplomatik jashtëzakonisht të keq. Për shkak se ndoshta edhe është kjo sikur që është, për shkak se tani më është e qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo që heqin dorë lehtë nga Kosova dhe këtë e din zoti Kurti dhe për këtë arsye ka luajtur me kartën e tillë. Mirë po, cili ka qenë e mira që i është sjellur Kosovës nga këto raporte që i ka shkaktuar Kurti me diplomacinë amerikane, por edhe me politikën. Mendoj që duhet të rimendohet qasja dhe pastaj të vazhdohet me një qasje tjetër më ndryshe. Natyrisht në raport me situatën e re gjeopolitike. Zoti Cani, çfarë rrezikon në këtë rast Kosova nëse dialogu ngec për shkak të refuzimit nga ana e Serbisë, pasi insistimi i Kosovës në garanci juridike shihet shpesh pra si një kërkesë për siguri afatgjatë, por njëkohësisht nga ana tjetër mund të sjellë edhe bllokime. Ishane, kur heziton Serbia nuk është shumë problem i madh, për shkak se dihet qasja e Serbisë, vrehet që ajo nuk e ndryshon qasjen e saj, pikërisht nga hezitimet serbe, ndoshta Kosova gjithmonë ka përfituar, mirë po e kemi parë që edhe Serbia ka përfituar nga hezitimet e Kosovës. Mendoj që një bashkëpunim i mirë diplomatik me shtetet partnere, e sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mund të arrijë atë që dëshiron Kosova, por ne nuk mund të presim tani që të gjitha do t'i marrim, ashtu të them, për shkak se në fund të ditës përvoja historike na ka treguar që gjithmonë pas luftrave ka dialogje dhe në dialogje gjithmonë funksionojnë kompromiset. Kompromiset jo gjithmonë janë të këndshme, por duhet të nxirret më e mira e mundshme. Dhe tani të presim dhe të shohim. Ajo që kemi parë nga e kaluara, është për shembull, në qoftë se flasim për bisedimet në Vjenë dhe arritjen e planit të Ahtisarit, ajo ka qenë më e mira që ka mund të nxirret dhe është parashikuar në raport me serbët, një bashkësi e komunave serbe e cila është quajtur asociacion, i cili faktikisht ka pasur rolin e një organizate jo qeveritare. Por hezitimi tani është për shkak se kemi arritur në një pikë pas zotimeve në Bruksel ku shumë ekspert të kushtetueses dhe të shumë jurist, ekspert të çështjeve juridike po e shohin si një autonomi funksionale për serbët në Kosovë dhe kjo natyrisht është e rrezikshme. Kjo është edhe arsyeja pse na ka ardhur një draft ku flitet për arbitrazhin, për rezolutën 1244 e tjera e tjera. Prandaj mendoj që kjo çështje nuk ka qenë e mirë dhe mendoj që kjo forme që është ofruar është përtej asaj që është menduar në fillim. E qartë, nga ana tjetër, deklaratat e kryeministrit Kosovës Albin Kurti për mungesën e legitimitetit të leadershipit serb përbën këtu një element të fortë politik në këtë fazë në cilën ndodhet tashmë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. A e shihni si një strategji diplomatike apo rrezikon kjo që ta tensionojë më tej procesin? Unë mendoj që kjo, natyrisht që zoti Kurti mund ta thotë ato mirë, po në fund të ditës zoti Kurti do të takohet me një përfaqësues serb dhe kur ka ndërmjetësim nga bashkësia ndërkombëtare, neve na intereson ajo se ka merr Kosova nga ajo dhe jo çka ka zgjedhur populli serb në Serbi. Ndoshta nesër pas këtij të tani pas udhëheqësit aktual mund të vijë një dhe më i keq se ky. Apo më i mirë, ne nuk e dim atë, por ne ajo çka e dim është që takimet kryeministër presidenti Serbisë thjesht janë takime të cilat duhen të shihen si takime në mes të dy liderëve shtetëror, të cilët mbi supet e tyre bartin peshën e dialogut dhe aty përfundon për Albin Kurti. Natyrisht që mund ta përdor si lidhje dhe si kartë diplomatike, natyrisht që mund ta përdor edhe për të siguruar garanci më të mëdha.
për çështje të caktuara, por mund ta përdorë edhe për të shtyrë, për të ikur temave. E qartë. Mirë, zoti Cani, për të kaluar tek Serbia, e cila ka hyrë tashmë de facto në një periudhë parazgjedhore që nga fillimi i vitit 2026, dhe pse data e zgjedhjeve tashmë ende nuk është shpallur zyrtarisht, mbi një vit pas nisjes së protestave studentore dhe tensioneve politike të cilat janë krijuar në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar zgjedhjet parakohshme pa dhënë një fakt të saktë, por duke lënë të mundshme mbajtjen e tyre mes muajve tetor edhe dhjetor. Si e shihni zoti Cani, kujt po i shërben më shumë kjo situatë tashmë? Po shishani, çdo zvarritje dhe çdo paqartësi në këtë kontekst, fatkeqësisht ne jemi të mvarur kur flitet për dialogun, për shkak se neve na duhet të ecim shumë procese përpara. Po natyrisht që këto çështje të protestave, një leadership i tillë çfarë e ka Serbia më shumë i kushton Serbisë. Por për shkak të një farë mini rrugtimi ashtu ta quaj, të cilin e kemi ne dhe ku gjithmonë na del Serbia përballë, natyrisht mund të na shkaktoj humbje kohe edhe neve. Unë veç shpresoj që Serbia, Vučići kur e shef që po humbe në Serbi, nëse humb, nuk bëhet një farë agresori i tillë i cili për të shtyrë pastaj mandatin e tij mund të veproj me agresivitet në tema të caktuara, ndoshta të krijojë edhe ndonjë konflikt, por tjetra, ju them të drejtën, është çështja e Serbisë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Cani, sipas disa analizëve për herë të parë pas shumë vitesh sondazhet flasin për një ekuilibër mes pushtetit këtu dhe opozitës. A është një realisht një dritare mundësie për një ndryshim pushteti në Serbi, apo është vetëm një moment i përkohshëm për tani që flitet? Po shqyqani, nga ajo që e kemi parë që sa kohë protestat, paknaqësitë e qytetarëve, ndërtimi i klaneve të interesit, s'po them grupeve të interesit, por klaneve, madje të interesit brenda Serbisë nga presidenti Vučić, natyrisht që pastaj çon në irritimin e qytetarit. Në anën tjetër edhe qeverisja e gjatë, ju them të drejtën, e bën vetën mirë, po dhe dështimet politike të cilat i ka pasur, për shkak se të gjithë e dimë që Vučići nuk ka pasur tema të qarta në raport me Rusinë, në raport me Kinën, në raport me Bashkimin Evropian, dhe edhe atje ka një strukturë qytetare e cila ndoshta e dëshiron një riorientim. Por këto janë arsyet pse Vučićin natyrisht që rrëzojnë dhe mendoj që kjo është shansa që faktikisht opozita e tanishme të marrë pushtetin. Në fakt, zoti Cani, nisma një student në çdo fshat synon të thyejë dhe dominimin e medjave pranë qeverisë dhe duke shkuar direkt tek qytetarët në këtë rast. Sa efektive është kjo strategji në një sistem ku pushteti kontrollon informacionin dhe institucionet? Po shishani, ndoshta ata e kanë parë si një metodë të mirë të mundshme që të shkojnë derë më derë. Keni vërejtur, ne kemi fushata zgjedhore të tilla derë më derë, por shkak se është çështje goxha efektive. Dhe natyrisht që kur flet me secilin qytetar, apo kur tenton të flasësh me secilin qytetar, me secilin grup qytetarësh, mendoj që përçohet edhe mesazhi më mirë, apo shkon më mirë tashti. Nuk dua të them që manipulohet më mirë, për shkak se në fund të ditës e kemi një çështje ku ata dëshirojnë edhe ta çojnë me një hap të tillë një mesazh te Bashkia Ndërkombëtare, të flasin për autokracinë që e ka kapur Serbinë, se si gjithçka në Serbi është e kapur. Dhe mendoj që është një përqim i mirë i mesazhit në të dyja anët, edhe te Bashkia Ndërkombëtare, po edhe te qytetari serb. Ndërkohë, zoti Cani, raportohen edhe presione ndaj studentëve, largime nga puna dhe hetime penale që rrisin sigurisht edhe frikën dhe polarizimin në Serbi. Apo hyn tashmë Serbia në një fazë më represive të qeverisjes, ndoshta për të shmangur këtu dhe humbjen e pushtetit? Shani,
kjo ka filluar më herët, tani vetëm ka filluar të përmendet dhe të bëhet më publike. Por këto probleme në Serbi kanë qenë që herët. Kështu që kjo farpërçarje ka filluar që herët. Mirë, po tani duket që ka marrë një farhovi dhe kur këto çështje marrin hov natyrisht që mund të thuhet që ndoshta janë pjekur kushtet që të ketë një farë ndryshimi të qeverisë dhe të orientimit në Serbi. E qartë, mirë, zoti Canaj, për të mbyllur pyetja e fundit, ndërkaq Vučić po vonon zgjedhjet mes presionit ndërkombëtar, sigurisht dhe rrezikut të sanksioneve ndaj sektorit energjetik, veçanërisht të NIS. A janë tashmë faktorë ndërkombëtar vendimtar për kohën e zgjedhjeve, apo kjo mbetet në kalkulimin personal të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić? Pyetje e mirë. Unë mendoj që të dyja, për shkak se presioni natyrisht që çon në një farë revolte më të madhe, por mendoj presionin ndërkombëtar mund të arrisë revoltën qytetare dhe revolta qytetare pastaj ta fut nën presion Vučićit që të shkohet në zgjedhje. Por krejt kjo është në fund të ditës çështje se si menaxhon një politikan situatën dhe se si arrin që te qëllimet e tij duke menaxhuar situatën. Kemi raste të tilla jashtëzakonisht shumë, por natyrisht që kur ka presion ndërkombëtar, kjo e rrit pastaj ashtu të them presionin të vetë aktert dhe të vetë qytetari dhe mund të ketë efektin e saj. E qartë, mirë, zoti Canaj, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, të nderuar televizionistë, ishim me zotin Blerim Canaj, ku diskutuam për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe zgjedhjet e parakohshme në Serbi. Do ta mbyllim këtu këtë pjesë të dytë, më pas rikthehemi në pjesën e tretë për të folur mbi gjeopolitikën.